Nesër ne do t'jemi në takimin e thirrur nga presidentja Osmani dhe natyrisht që do t'i themi qëndrimet tona në raport me situatën aktuale, pra gjithçka në kohën e vet. Pra nesër do t'a japim qëndrimin e lëvizjes vetëvendosje. Ajo se çfarë dihet tashmë është që presidentja mund të shpallë zgjedhjet, por në anën tjetër edhe mund t'ja jap mandatarin dikujt pra nga partitë politike. Megjithatë, edhe një herë qëndrimin në raport me këtë do ta japim nesër, sepse nesër do t'jemi të pranishëm në këtë takim. Zona Xhia, do të kërkoj falje opinionit, vazhdimisht keni deklaruar në qëndrime të ndryshme nëpër televizion apo para programit si kemi numrat për me bërë qeveri, realisht shumë të pak. Unë mendoj që qytetarët e Republikës së Kosovës, sikurse edhe ju, e keni parë që qeveria Kurti nuk është votuar. Por nuk është votuar vetëm përkohësisht, sepse ajo do të bëhet natyrisht që do të ketë qeveri Kurti 3. Nuk ka të bëj asgjë me mandatarin apo me ndonjë seancë tjetër, të paktën jo për momentin. Prandaj ne do t'ju njoftojmë sapo të kemi, si me thonë, ndonjë veprim raport me situatën aktuale. Nuk ka nënshkrime. Është konfirmuar që ka nënshkrime. Zonja Emilia Regjepi është thënë që janë të paktën 57 deri në momentin që Unë në asnjë letër nuk kam vendosur nënshkrimin përveçse për të formuar grupet parlamentare. Sepse siç e dini, me ftesë të Kuvendit Republikës Kosovës, ne është dashur që t'i formojmë grupet parlamentare. Këtë e kemi bërë të gjithë përveç listës serbe dhe unë kam vendosur nënshkrimin tim në këtë letër. Me siguri, zonja Emilia Regjepi është referuar letrës së njëjtë. Pra, po rikthehem edhe një herë, nëse do të ketë ndonjë nënshkrim tjetër apo ndonjë veprim tjetër nga lëvizja vetëvendosje, unë ju njoftoj. Deri tani, unë kam vendosur pra nënshkrimin për formimin e grupit parlamentar, sepse jam pjesë e grupit parlamentar të lëvizjes vetëvendosje. Nuk e përkrajmë një qeveri teknike, qytetarët e Republikës së Kosovës kanë vendosur, qytetarët e kanë votuar Albin Kurtin, pra si personin më të votuar në Republikën e Kosovës, lëvizjes vetëvendosje kanë dhënë mbështetje maksimale, ne jemi falenderues për këtë, prandaj në qoftë se nuk do të ketë, si me thënë, numra, natyrisht që vendi duhet të shkojë në zgjedhje të jashtëzakonshme, ndonse ju e dini që ne nuk e kemi dëshiruar këtë, por rrethanat politike na imponojnë. Faleminderit.